Me thënë të drejtën, unë që jam aktor i asaj periudhe, që njoh mirë gjendjen dhe zhvillimet e asaj kohe. Unë që kam lexuar librin Jeta ime të Bill Clintonit, kam lexuar librin Zonja sekretare të Madeleine Albright, kam lexuar librin të Bësh luftë moderne të Wesley Clarkut dhe mjaft libra të tjerë. Nuk më është dukur se James Rubini ka sjellë një risi, diçka të pa thënë më herët, që e tha tani se nuk e kishim zbuluar deri tani. Pa, nuk ishte edhe një të re. Jo, për mua jo, për ata analfabetët që nuk lexojnë, ka mjaft gjë të re, sa atyre duhet t'u thuash të syri ose të veshi që ta marrin vesh sa është tonë. A për ta lexuar vetë nuk kanë kohë ta lexojnë. Kështu që nisur nga kjo, për mua nuk është thënë diçka e veçantë. E veçanta qëndron në atë që ai i tha këto gjëra të vërteta nga karrigja e dëshmitarit në atë gjyqin e Hagës, në atë gjyq Mostër që po zhvillohet atje kundër djemve të luftës. Dhe e gjithë e veçanta qëndron këtu, edhe njëkohësisht që e tha me ndjenjë të dashamirësisë, me ndjenjë të vërtetësisë, pa inat dhe pa revolt, por ashtu si e ka parë, ashtu si e ka dëgjuar dhe ashtu si ka qenë gjendja në atë kohë. Kështu që mua këto dëshmitar nuk më duket se po sjellin ndonjë risi. E vërteta është që ata po sjellin të vërtetën dhe kjo e vërteta që po vjen nëpërmjet gojës së atyre dhe portreteve të atyre në karrigën e dëshmitarit në Hagë, dikujt i vjen si e çuditshme, dikujt i dhëm. Atyre që vjen e çuditshme vjen keq për ta që janë analfabet dhe nuk din gjë. Atyre që u dhëm, ata bën mirë të dhëmbi pak më mirë, sepse plagët ja kanë shkaktuar vetes, nuk ua ka shkaktuar as Hashimi as Rubini. Ju shpreheni general në intervistat të tjera të mëparshme që i vetmi komandant ka qenë Azem Sylla, apo gabohem te kjo? Që me sa kam... Shikoni si është problemi. Në librin tim që është botuar po njerëzit tash nuk duan ta perceptojnë si duhet gjë. Në librin tim që është botuar në vitin 2005, Kosova dhe ushtria qeverimtare, kur bëhet përshkrimi, aty janë ja 30 portretet përshkruar me nga 8-10 rreshta, jo me bo portretit të mëdha. Por kam dash të evidencoj që bota ta di që këta janë udhëheqësat e luftës, vetëm kaq kam dashur, prandaj kam bërë ato veçime me nga 8-10 rreshta. Kur vje puna ke portreti Hashim Thaçit, unë them aty, ndër të tjera, pasi them për vlerat që ka si luftëtar, them Hashim Thaçit nga konferenca e Rambujës në vijim do t'i përulemi si Ismail Qemali. Dhe unë nuk e kam shkruajt pa vetdije këtë fjali nga konferenca e Rambujës dhe në vijim, sepse në konferencën e Rambujës ai ishte kryetari i përfaqësisë shqiptare në atë konferencë. Jo kryetari i përfaqësisë së UÇK-s, po ishte kryetari i përfaqësisë shqiptare. Si till, ai përfaqësonte të 3 grupacionet që ishin atje. Dhe ai e justifikoi plotësisht atë detyrë. Por duhet thënë diçka. Dihet ajo që edhe Hashimi kur s'ka thonë që unë kam qenë komandant. Kur s'ka thonë. Asaj se ka thonë, as dikush tjetër se ka thonë. Gjithmonë ai ka thonë, kam qenë drejtor i drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm. Dhe drejtoria politike është pjesë e shtabit.
Jo, i drejtorisë politike, në tërësi të politikës, jo vetëm thjesht si ministër i jashtëm. Ka pas tjera gjë. Por, domethënë, ai asnjëherë se ka paraqitur veten unë komandanti. Sepse realisht komandanti ka qenë dikush tjetër. Komandant ka qenë dikush tjetër. Ama ai u bë komandant. Dhe u bë mbi komandant, sepse kur vajte në Rambuje, ai ishte udhëheqësi i delegacionit shqiptar, dhe komandantin e kishte ndriesh aty në grup, në delegacion. Më kupton? Pavarësisht askush nuk ja zinte emrin. Pastaj ai u bë kryeministri i qeverisë përkohshme. Dhe komandantin e kishte aty në rresht, e kishte ministër të mbrojtjes. Pra, ai u bë komandant dhe mbi komandant kur i erdhi koha për të bërë. Por, deri në Rambuje, ai ishte drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm, kryente atë misionin e tij siç e kryente, lëvizte siç lëvizte, dhe po të them ka një veprimtari dinamike të jashtëzakonshme, por ai nuk ka pas detyrë të firmos urdhra dhe udhëzime për operacione luftërake, ka pas detyra të tjera. Ndaj nuk ka pas për të firmosur komunikata ndryshme. Po jo, dëgjoj, ai kishte disa misione brenda sferës politike, se shiko mirë, politika në situata të tilla, sidomos në kthesa të mëdha, se këto periudhat siç ishte lufta occidentale e Kosovës janë kthesa të mëdha që bëjnë ndryshim për 180 gradë, se të jesh i pushtuar dhe të fitosh lirinë e të krijosh shtetin është një ndryshim 180 gradësh. Në këto kthesa të mëdha, politika ka rol shumë të madh. Dhe është pikërisht ajo politikë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që nuk ka qenë vetëm Mashimi që është marrë në këtë punë. General, po fakti që Rubini